Besimtarët katolik kremtojnë festën e Shënkollit. Në kishën që mban emrin e këtij shenjti në Shkodër u kremtua mesha e shenjtë e vigjiljes së festës mbrëmjen e 5 dhjetorit. Ajo u hoq nga zëllënësi i konferencës i pezhnore të Shqipërisë, Dom Mark Pashkja. Problemi më i madh do ashtu vëllezër më tash sot i ky. Sepse fatkeqësisht edhe të rritë krishterë kajherë nuk bëjnë diferencë me tjerët. Janë një lloj si tjerët. Pse? Sepse nuk janë fut marrëdhënie me bariun i mirë. Do me thonë, sepse kanë mundësi e nevoj me njoftë pre bariun i mirë. Jo me pas si marrëdhënie tradicionale të shtim. Unë e kam emrin Mark, edhe baj diçka për Shënkollë, diçka për Kësnilla e në rregull. Krishtenimi do ashtu vëllezër e motra, është identitet, është marrëdhënie, është relacion. Nëse me Krishtin nuk hymë një marrëdhënie personale, do me thonë se si na modelet e tia. Do me thonë se s'do të arrim kur me kuptu i këtë madhështi që sjallë Krishtin këtë botë, ku çdo njani prej nesh është i thirrur me kënë pjesë e tij. Këtë natë dashur vëllezër e motra do të më menu lloj gjatë dytë. Sa prej jush, sa prej nesh, prej prindve tuj, prej gjyshave tuj, prej paraardhësve tuj që s'ju din jasemnin, e kam nezi qiri këtë natë. Edhe në kohë diktaturës, po dhe ma shumë kohë turkut. Pse? Sepse kanë kënë binun mrena të ne, që sa do e vështirë t'jetë jeta, sa do i madhë përsekutimi, sa do e vështirë shumë frymarrja, në fundit s'kjo dritë, a i qiri, ashtë a i që ndryshon jetën. Nuk a kanë e letë, në nesë qiri në kohët komunizmit. Nuk është kanë e letë me thonë se ka natë Shënkollit për para 200 vjetëve. Po ata kanë bo. Mesha u paraprit nga procesioni në rrugët e qytetit, ku me qerin, lutje dhe këngë liturgjike qindra qytetar përsollën atmosferën shpirtërore të kësaj feste të rëndësishme për kishën. Të shtunën e 6 dhjetorit, mesha u hoq nga i peshvjerë shenit, një hera si presidenti i konferencës i peshnore, Imzo Gjergj Meta. Ajo ndal tek figura e dashur e Shënkollit në traditën e krishterë, i cili nderohet si mbrojtës i fëmijëve, udhëtarëve, marinarëve, të burgosurve dhe të shtypurve, duke mbetur simboli i paqes, bujarisë dhe mëshirës. Sa herë ne kremtojmë Shënkollin, kështu sa herë kremtojmë baritë e tjerë, ne kujtojmë se ata u banë shenjtin pikërisht sepse kryejnë detyrën e tyre për me qenë mbarshtues administrator të grigjës së Krishtit. Kuptuan me jetën e tyre se janë vetëm thjesht ata të cilët në emër të Krishtit shkojnë tek njerëzit, në emër të Krishtit ju shërbejnë njerëzve. Dhe këtë Shënkolli e bani në mënyrën më të mirë e madhe. Shën Nikolli ka jetuar në shekullin e 3 dhe të 4 dhe është një ndër shenjtorët e dëshmitarët e Krishtit më të nderuar nga besimtarët e krishterë, si edhe ata shqiptarë të gjitha krahinave. Shën Nikolla u dallua për fenë e gjallë në mësuesin hyjnor Jezu Krishtin dhe posaçërisht për kujdesin dhe ndihmën që pati ndaj të varfërve.